Rinjt janë motori së ardhmes, dhe për të ndërtuar një të ardhme që dëshirojmë, është dhe domosdoshme që zëri i tyre të dëgjohet që sot. Ata përbëjnë një nga burimet më të çmuara të shoqërisë sonë, duke sjellë energji, ide novatore dhe një perspektivë të freskët për të ardhmen. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e vendimarrjes është thelbësore për të siguruar që kjo e ardhme të reflektojë nevojat dhe dëshirat e tyre. Prandaj, organizata New Bridges, me mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, ka zbatuar projektin Pjesëmarrja e të rinjve në vendimarrje modelon të ardhmen, në Bashkim Berat, Kuçov dhe Dimal. Rreth 40 të rinj kanë përmirësuar kapacitetet e tyre përmes trajnimeve të organizuara, ndërsa rreth 300 të rinj kanë marrë pjesë në aktivitetet e projektit, duke kontribuar në jetën e komunitetit. Këta të rinj kanë monitoruar mbledhjet e këshillave bashkiak, duke ndjekur nga afër proceset vendimarrëse që ndikojnë në jetën e tyre dhe të komunitetit. Ata gjithashtu kanë kontribuar në hartimin e planeve lokale të veprimit për rinin në secilën bashki, duke siguruar që politikat të pasqyrojnë sfidat dhe mundësitë reale me të cilat përballen të rinjt. Pjesëmarrja e të rinjve në vendimarrje nuk është thjesht një e drejtë. Ajo është një nevojë domosdoshme për krijimin e një të ardhmeje më të mirë dhe më të drejtë për të gjithë. Pjesëmarrja jonë në këto aktivitete na ka treguar se zëri i të rinjve ka një pjesë të madhe dhe ndikon në ndërtimin e një të ardhme të re për komunitetin. Ky udhëtim që kemi bërë me organizatën New Bridges nuk ka mësuar vetëm gjëra të reja, por gjithashtu ne kemi ndërtuar të shoqëri me njëri tjetrin dhe kemi mësuar që të kemi një frym bashkëpunimi. Ky projekt ka qenë një eksperiencë unike për të gjithë ne. Na ka dhënë mundësinë për të mësuar, për të bashkëpunuar dhe për të rritur së bashku si një ekip i vërtet. Për ne, kjo nuk ishte thjesht një sër aktivitetesh dhe workshopes, por ishte një udhtim transformues, që na ka dhënë energjinë dhe motivimin për të vazhduar përpara në të ardhmen. Unë jam Nefena Hoxha, jam anëtare e Këshillit Vendor në Bashkinë e Beratit, ju bashkohem me shumë dëshirë projektit dhe pata mundësinë të pjesë e workshopeve, trajnimeve të ndryshme, të cilat ishin jo vetëm edukative, por gjithashtu edhe shumë frymëzuese. Duke përmendur këtu planin e veprimit për rinin në Bashkinë e Beratit, ku ne mblodhëm shumë të rinj të tjerë dhe patëm mundësinë të zhvillojmë ide për të përmirësuar jetën e tyre në komunitetin tonë. Gjatë kampit veror në Dimal, ne mësuam rreth punës së zjafiksve, dhënien e ndihmës së parë dhe rëndësinë e vullnetarizmit, gjë që është një mundësi e shkëlqyer për të kontribuar në komunitet. Ishte një përvojë që më hapi sytë dhe më bëri të kuptoj se edhe veprimi më i vogël ka një ndikim të madh. Jemi krenar për gjithçka që kemi arritur me organizatën New Bridges dhe mezi presim të vazhdojmë të kontribuojmë për ndryshime të reja në të ardhmen.